Imagjinoni sikur po jetoni në Tiranën e viteve, nuk e di, 95, po. Imagjinoni sikur është data 21 tetor 1995, në një kohë ku Shqipëria ishte në një rrëmuj të madhe, por fatmirësisht keni gjetur një punë në një kompani që prodhon produkte dur alumini. Dhe atë ditë shkon në punë si zakonisht. Mendoni që do jetë një ditë tjetër e rrëmujshme, sepse siç u thash, rrëmuja ishte pjesë e jetës së përditshme në atë kohë. E megjithatë nuk imagjinoni dot kurrë që në një pikë të ditës do shikoni njerëz të armatosur që do të futen brenda ambienteve të kompanisë dhe do të arrestojnë shefin tuaj. Në panik dhe duke mos pasur shumë alternativa të tjera, arrini të memorizoni targën e mjetit që e merr shefin tuaj. TR 2449C. Kjo është ajo çfarë ju i përsërisni dhe shefit të policisë kur shkoni të denonconi rastin. Imagjinoni tani sikur mbas vitesh të tëra të mos keni më asnjë lajm mbi atë person. Ky person të zhduket nga faqja e dheut dhe të mos e kuptoni kurrë se çfarë ndodhi vërtet me të. Ky është realiteti që në fakt kanë përjetuar dy punonjëset e kompanisë së Remzi Hoxhës, që në 95-ën u bën dëshmitare të arrestimit të tij. Akoma sot e kësaj dite, në fakt, të gjithë shqiptarët nuk e kanë shumë idenë se çfarë ka ndodhur, ose më saktë, të gjithë e kanë idenë se çfarë ka ndodhur, por askush nuk ka guximin ta pranojë me zë. Hej, përshëndetje, mirë se erdhët në Mysteryland. Emri më shteri dhe këtu ne tregojmë histori true crime, paranormale dhe gjëra të tjera të ngjashme. Edhe sot do ju shoqëroj në këtë episod të ri të podcastit. Më lini një koment, një like, mbështesni në këtë rrugtim të ri. Them të ri sepse siç u thash edhe herës tjetër, ky është episodi i tretë në fakt që unë bëj podcast, pra jo më video, por vetëm versionin audio. Shpresoj që edhe këtë radhë të mësoni diçka nga kjo histori, ashtu siç ju kam thënë edhe tek rastet e tjera. Historia e sotme në fakt unë jam bazuar më së shumti tek një dokumentar i Inside Story që ka trajtuar historinë me detaje nga fillimi deri në fund. Do t'ju lë sigurisht linkun tek përshkrimi i videos për ata që po më ndjekin nga YouTube dhe mund ta shikoni edhe ju këtë dokumentarin, por gjithashtu kam parë që ka edhe shumë zhvillime të reja mbi rastin dhe do mundohem t'ju updatoj me këto zhvillime të reja. Pa humbur kohë, le të fillojmë me një përshkrim të kontekstit të asaj kohe. Sepse historia nuk ka shumë kuptim nëse ju nuk e kuptoni se në çfarë konteksti politik dhe historik ka ndodhur kjo histori. Megjithatë edhe mbasit unë t'ua kem përshkruar situatën, në fakt do i duket edhe më e rëndë, duke marrë parasysh që në këtë histori shumë njerëz mendohet të kenë zgjedhur profitin personal në vend të interesave kombëtare. Kur flitet për luftën e Kosovës, Serbia ngul këmbë që lufta ka nisur në vitet 98, 99 dhe fatkeqësisht edhe shumë ndërkombëtar flasin për luftën vetëm për ato vite. Dhe një gjë e tillë e bën të duket sikur ishin shqiptarët ata që e nisin konfliktin dhe jo e kundërta siç ndodhi në të vërtetë. Nëse ne marrim parasysh situatën, sigurisht që ka shumë elemente edhe përpara se të niste lufta e armatosur që kanë ndikuar në nisjen e luftës, por vërtet lufta e armatosur nuk është nisur nga shqiptarët, por është nisur nga serbët në momenti që Kosova u kthye nga provinca autonome në territor komplet në kontroll të Serbisë, në momenti që Milošević revokoi autonominë, pra. Kur Milošević erdhi në pushtet në vitin 90, një nga gjërat e para që bëri, pavarësisht se kishte shumë protesta nga shqiptarët, sidomos nga studentët që kërkonin të drejtat barabarta me qytetarët e tjerë të Jugosllavisë, ku ishte pjesë e Kosova, pra,
Miloševiqi tha, jo vetëm që unë nuk do t'ju jap të drejtat që ju takojnë, por unë do ju marr fare edhe atë pak autonomi që ju keni. Dhe kështu bëri në fakt. Pra, Kosova kaloi nga provinca autonome në territor komplet në kontroll të Serbisë, dhe duke qenë se kishin pasur këto tensione, Serbia futi edhe shumë njerëz të armatosur, policë që morën komplet kontrollin e zonës, territorit, sepse kishin frikë se shqiptarët do rebeloheshin. Tani, një nga gjërat besojnë më logjike dhe që ishte e pritshme që do ndodhte është që do rebeloheshin, sepse në momentin që ti më sjell polici ushtar dhe më merr kontrollin e territorit dhe fillon më heq nga puna njerëzit sepse janë të një feje apo të një etnie të saktuar, në këtë rast shqiptarët, që u hoqën nga puna shumë njerëz thjesht sepse ishin shqiptar ose sepse nuk binin dakord me ideologjinë e atyre personave. Kur ti vendos orar një popullate të caktuar, apo kur fillon, ku e di unë, mendohet, në fakt ka dëshmi që edhe njerëz janë vrarë nga këta persona, nga këta policë të shtetit serb, Jugosllavisë në atë kohë. Sigurisht që herët ta vonë do të fillonte edhe një përgjigje e armatosur, sepse edhe ata ishin të armatosur. Me pak fjalë, lufta nuk nisi kur u rebeluan shqiptarët, lufta nisi kur hyn serbët me armë dhe filluan të vinin rregulla një minoriteti që i shkelin atyre të drejtat. Kjo ishte një përshkrim të situatës për t'i paraprirë ndonjërit që do të mund të thotë që wow, po këta shqiptarët e Kosovës pse u ngritën dhe luftuan, pse nuk mund të rinin urt këta. Në momentin që ty të shkelen gjitha të drejtat themelore, nuk duhet të rish urt, kështu që e kanë bërë shumë mirë që kanë reaguar. Në një situatë të tillë ku Kosova e gjeti veten përballë një armiku shumë të madh, shumë të pasur, me një ushtri shumë të madhe, ndërkohë Kosova nuk kishte fare ushtri, sigurisht që kishte nevojë për krijimin e grupeve të armatosura për të rezistuar këtij gjenocidi, pra, sepse gjenocidi nuk nis direkt me vrasjen e njerëzve, nis avash kështu duke ndaluar gjuhën e folur. Prandaj duhet jemi shumë të alarmuar edhe tani si popull me atë çfarë po ndodh në Maqedoninë e Veriut, ku studentët shqiptar nuk po u lejohet të japin provimet në gjuhën shqipe. Kthehemi tek historia. Për këtë arsye sigurisht kishte nevojë për krijimin e këtyre grupeve të armatosura, por Kosova, përveç se ishte lënë komplet në harres nga Jugosllavia dhe nuk kishte pasur as investime asgjë, pra në këtë moment nuk kishte vërtet mundësi t'i furnizonte këto grupe me armatime, bëri që disa nga personat që sigurisht donin të ndihmonin këto grupe, aktivistë të caktuar që kishin në interes të tyre sigurisht atë dheun, të tentonin t'i merrnin këto armatime nga shtetet rreth Kosovës, pra nga Shqipëria, nga Maqedonia e Veriut, nga vende ku kishin shqiptar, pra. Në momentin që ti ke nevojë, ku do shkosh? Do shkosh tek njeriu jot. Dhe kështu bën dhe Remzi Hoxha. Remzi Hoxha kishte qenë gjithmonë një advetar shumë i madh, gjithmonë kishte pasur interesin më të rëndësishëm për të pasur një Kosovë të pavarur, sepse e shikonin që Kosova nën terrorin e Serbisë nuk do ishte kurrë një shtet real, pra, dhe njerëzit nuk do ishin kurrë të lirë dhe të lumtur. Dhe për këtë arsye kishte bërë shumë përpjekje për të dënë diçka te kjo kauzë, pra për të ndihmuar, por jo vetëm në aspektin moral, por edhe në aspektin konkret. Ai bashkë me disa kolegë të tij krijon një lloj shoqate për zejtarin, për njerëz që kishin sipërmarrje, biznese dhe zejtari. Për bizneset e vogla, me pak fjalë, një lloj sindakate për të drejtat e këtyre personave që nisnin një projekt të tillë. Por në fakt kjo sindakata ishte vetëm diçka për të mbuluar atë çfarë po bënte vërtet Remzi Hoxha, që ishte pra organizimi i këtyre armatimeve për të ndihmuar UÇK-n. Pavarësisht se ai punonte shumë undercover, si thuash, duke nuk dilte në pa, nuk tregonte që vërtet po punonte për atë gjë normalisht, se ndryshe do e kishin hequr qafe që në fillim. Arsye shik mund të kishe vënë në shënjesë të Remzi Hoxhën. Teknikisht jemi aleat, jemi njëjti popull. Është absurde që një person i cili po mundohet të ndihmojë atë dheun
të targetohej në këtë mënyrë. Mendohet që Shik të ishte një vegël në duart e politikës shqiptare. Pra jo një institucion që ka për detyrë të mbroj shtetin, të mbroj adheun, por bëhet një lloj instrumenti për interesat personale. Dhe sipas shumë njerëzve që e ka njohur Remzi Hoxhën, Shik u përdor nga presidenti i asaj kohe, Sali Berisha, për të fshehur gjurmët e atyre aktiviteteve jo shumë të bukura që po bënte. E gjitha kjo është akoma një teori, megjithatë ka shumë arsye që njerëzit e mendojnë që mund të jetë kështu. Them këtë sepse teknikisht nuk është provuar, por në të njëjtën kohë sa besim kemi ne ke drejtësia shqiptare. Janë dy ngjarje të çuditshme që Remzi Hoxha mendohet se është bërë dëshmitar që do të vinin Sali Berishën dhe Gazideden, që ishte kryetari i Shikut në atë kohë, në një dritë shumë të keqe. Jo vetëm kaq, në dokumentarin nga Inside Story përmendet dhe fakti, ose më saktë ideja që shërbimi sekret serb mund të kishte përdorur influencën e vet për të ndikuar shërbimin sekret shqiptar, për të penguar rezistencën në Kosovë, gjë e cila nuk u pranua kurrë nga Bashkim Gazidete. E po mirë, pikërisht ky person pra mendohet të jetë parë nga vetë Remzi Hoxha në një takim me një nga personat më të përfshirë në masakrat që janë bërë shqiptarëve të Kosovës, në një takim me Arkanin. Njerëz që e kanë njohur Remzi Hoxhën kanë treguar që ai vetë i ka thënë për këtë ngjarje që kishte qenë një takim pune në Shkodër dhe rastësisht në një restorant kishte parë këta dy persona. Pra, imagjinoni një nga personat shkaktar të masakrave në Kosovë në një tavolinë, duke ngrënë dhe duke pirë dhe duke bërë qef me kryetarin e shërbimit informativ kombëtar të Shqipërisë. Imagjinoni të uleni në tryez me armikun. Por nuk është kjo e vetmja ngjarje që mund të ketë çuar pastaj Shikun që të bënte atë që bëri. Është edhe ngjarja e Ohrit. Bëhet fjalë për një takim të fshehtë që mendohet të ketë ndodhur mes Sali Berishës, në atë kohë president, Slobodan Milošević, diktatori i famshëm i Serbisë, ai që ideoi dhe organizoi masakrat në Kosovë, dhe një zyrtar i lartë i shtetit Maqedonas, Kiro Grigorov, dhe ky takim mendohet të ketë ndodhur në Ohër, ose më saktë, mendohet që ka dalë lajmi sikur ka qenë Milošević dhe Grigorov që janë takuar në Ohër, por mendohet që edhe Sali Berisha të jetë bashkuar. Kjo ngjarje është treguar, ka kaluar gojë më vonë nga ata që kanë qenë bashkë me Remzi Hoxhën në kufi atëherë, sepse ka qenë periudha ku Remzi Hoxha bashkë me dy miqtë e tij në kuadër të sindikatës që përfaqësonte, kanë pasur një udhëtim në Tushemisht të Pogradecit dhe më pas kanë tentuar të kalojnë në shtetin Maqedonas, por në kufi janë ndaluar dhe jo është thënë që kufiri është i mbyllur. Duke u kthyer nga andej, janë ndaluar prapë në mes të rrugës dhe ju thënë që duhet të ndaloni dhe të hapni rrugë sepse po kalon presidenti, pra Sali Berisha. Në të njëjtën kohë, kanë dëgjuar në lajme që po ndodhte ky takimi mes kryetarit të shtetit serb me atë të Maqedonasve. Pra, sigurisht në këtë moment ata kanë bërë lidhjen që këta njerëz janë takuar bashkë. Një gjë që Berisha e ka mohuar kategorikisht duke thënë që s'e ka takuar kurrë Miloševićin. Jo vetëm kaq, po mendohet që ai t'i ketë bërë një video, ndoshta edhe takimit të këtyre personave, dhe mendohet që për shkak të kësaj video të kishte nisur gjithçka. Video pretendohet që të ketë qenë në posedim të Remzi Hoxhës, Azem Ajdarit dhe Ali Ukës. Si Azem Ajdari dhe Ali Uka kanë ndruar jetë. Mendohet që të ketë qenë ky takim të jetë bërë për të krijuar një lloj marrëveshje mes Berishës dhe Miloševićit për t'i furnizuar ata me armë që më pas do përdoreshin në luftën kundër bosnjakëve, kroatëve dhe pse jo edhe shqiptarëve të Kosovës.
E kuptoni tani se pse Berisha ka dashur ta mbajë sekret një takim të tillë? Teknikisht Remzi Hoxha nuk ishte bërë asnjë një lloj veprimi të gabuar deri në këtë pikë. Asgjë që mund ta fuste në telashe me shtetin shqiptar, me drejtsinë shqiptare, por Shiku, ose më saktë ai që po përdorte Shikun, kishte nevojë për një arsye për ta akuzuar dhe më pas për ta eliminuar Remzi Hoxhën. Për këtë arsye, mendohet që të jetë krijuar një plan duke përfshirë edhe dy persona të tjerë në këtë mes, për t'i akuzuar padrejtësisht për bashkëpunim me shtetin serb. Hyn në lojë personazhi i dytë, i quajtur Zizo Kristopulli, një person i minoritetit grek, por që jetonte në Ksamil. Ai ishte edhe pronar i një lokali, pronar i popularie, pra një biznesmen, dhe një ditë në lokalin e tij paraqitet një gazetar kroat me emrin Armando Ditelmens. Kristopullit i bien në sy disa gjëra tek ky person. Armando, pavarësisht se supozat ishte kroato-austriak, theksin nuk e kishte shumë të ngjashëm, në fakt e kishte shumë të ngjashëm me theksin e shqiptarëve të Kosovës. Dhe kjo gjë i bie në sy, por i bie në sy edhe fakti që ai shoqërohej nga policë pothuajse gjatë gjithë kohës. Kjo sepse Armando nuk ishte Armando. Armando ishte Abdyl Loshaj, në fakt ishte një djalë nga Kosova. Abdyl Loshaj ishte kontaktuar nga Shik, i ishte ndaluar të fliste shqip, i ishte dhënë një identitet rem dhe ishte çuar në jug të vendit që të fuste si thua në kurth edhe Kristopullin. Po ç'lidhje kanë këto personazhe me Remzi Hoxhën? Në dukje asgjë, por plani ishte i qartë, që ta bëni sikur edhe Remzi Hoxha i njihte këta persona dhe të tre këta kishin konspiruar kundër Shqipërisë, duhej kjo gjëja. Pra, Kristopulli, minoritar grek, Loshaj nga Kosova dhe Remzi Hoxha, duhej kjo gjë që ta bënin kushdo që do e trajtonte këtë rast në të ardhmen, të mendonte që kishte një lloj konspiracioni pra për nga shtetet rivale të shqiptarëve, që të sulmonin Shqipërinë. Pra, duke i akuzuar këta persona që ishin spiun të Serbisë dhe të Greqisë. Tani që ka pasur tentativa nga Serbia, Greqia, Maqedonia, Malizi, të gjitha shtetet e mundshme që të na pushtonin e të na prishnin punë, kjo është e vërtet. Po në këtë rast është bërë çdo gjë vetëm e vetëm për të pasur një arsye për të akuzuar Remzi Hoxhën. Në tetor të 95-s, kur rëmbehet Remzi Hoxha nga Shiku, rëmbehen edhe Kristopulli dhe Loshaj dhe çohen në vajin të Lezhës, ku torturohen për ditë me radhë derisa të pranojnë krimin e tyre që nuk ekzistonte. Teknikisht, për momentin, ajo dëshmi që e mban gjallë këtë teori është ajo e Zizo Kristopullit. Por dikush mund thotë, ore, mund t'i zgjidh bes një personi, domethënë kush është ky zotria që del sot e thot nga e dimne që nuk po gënjen. E po ka një detaj që e provon që ka ndodhur një itinerar i tillë me makinë, sepse janë gjetur faturat të karburanteve ku kanë furnizuar makinën. Në bazën e Lezhës, këta tre burra merren në pyetje, torturohen, akuzohen, sidomos Kristopullit i bëhet pyetja nëse e njihte Remzi Hoxhën dhe Kristopulli nuk e kishte dëgjuar kurrë më parë emrin e tij, se kishte ide se kush ishte. Kristopulli tenton të mos pranojë asgjë, por ditën e tretë dorëzohet. Gjëja më interesante është që ai mban mend se kush janë personat që e kanë torturuar. Kjo është gjëja më e çuditshme, ose jo e çuditshme, por që teknikisht duhet domethënë të verifikohet dhe mund të zgjidhet ky rast apo jo. Por nuk është tamam kështu. Një nga emrat që ai përmend është Ilir Kumbaro, dhe ky emër do të rikthehet prapë në skenë. Si Abdyl Loshaj, si Zizo Kristopulli, vetëm mbasi kam pranuar këtë falsitet që detyrohen sigurisht nga dhuna e madhe, lirohen. Por një fat i tillë nuk i rezervohet Remzi Hoxhës. Megjithatë, para se Kristopulli të lirohet, ka edhe disa detaje të vogla që ai vëre. E para, në vendin ku po i rrahin, ku po i torturojnë, ata nuk janë në të njëjtën dhomë. Pra, Remzi Hoxha është në një dhomë tjetër,
Loshaj në një dom tjetër dhe Kristopulli në një dom tjetër. Dhe tek dhoma ku ishte Kristopulli, futet një burr që në fakt ai e kishte takuar më përpara. Kishte shkuar tek lokali i tij për të pirë diçka dhe ishte prezantuar si profesor. Kristopulli e njeh dhe i thot, po ti çfarë bën këtu? Dhe ai që i thot, nga më njeh ti mua? Dhe Kristopulli që i thot, të njoh sepse para një jave ishe me mua tek lokali dhe në këtë moment ai fillon të rrahi. Person në fjalë sipas Kristopullit është Arben Sevgjini, që në këtë periudhë kishte punuar për shikun. Pra, del në pa që Kristopulli kishte shumë kohë që survejohej dhe ishte gjitha planifikuar. Në gjykatë Sevgjini nuk ka pranuar asgjë, sigurisht ka thënë që nuk e njeh fare Kristopullin, nuk ka lidhje fare me atë son, e megjithatë, me sa duket aktiviteti i personave që punojnë për shikun është i regjistruar dhe gjithë aktiviteti i tij në atë kohë ka qenë pikërisht në Ksamil. Kristopulli i thon edhe që tek dhoma e ngjitur është Remzi Hoxha. Është dhe një tjetër dëshmitar që ka parë Remzi Hoxhën në atë vend. Nga dritarja në fakt e ka parë dhe është roja i bazës në vajin të Lezhës, i cili ka dëshmuar që e ka parë. Mendohet që kjo gjë të ketë ndodhur gjatë momentit që ata i kanë ndruar dhomën, se ku po e torturonin. Sigurisht që ai është pyetur nëse ka parë dhunë ndaj Remzi Hoxhës, apo thjesht e ka parë të pranishëm aty, por përgjigja e tij ishte, po ata nuk e kanë thirrur për kafe. Me pak fjalë, merrni vesh vetë ju se çfarë ka ndodhur aty. Pavarësisht se Kristopulli lirohet, shkon në Greqi për disa kohë për t'u mjekuar dhe kur kthehet fillojnë ta përndjekin akoma dhe të mos i lënë vend, duke i sabotuar çdo gjë që tentonte të bënte. I shkatrojnë pularin që kishte, i djegin një vresht që kishte ndërtuar dhe në fund fare i marrin dhe lokalin. Mendohet që nën kërcënime janë detyruar të gjithë personat që kishin mundësinë, si thua, të vendosin se kujt i shkonte prona, që t'ja hiqnin pronën Kristopullit dhe t'ja jepnin personave të tjerë të lidhur me pushtetin. Dhe presioni ka vazhduar për vite me radhë, duke thënë që duhet të ikin në Greqi, sepse sigurisht që kishin frikë se mos fliste. Dhe unë do thoja që është pak vonë për këtë zotri, dhe jam e lumtur që Kristopulli ka vendosur të flasi pavarësisht çdo gjëje. Pra, i vetmi që nuk doli gjallë nga baza në vajin ishte Remzi Hoxha. Në fakt, dosja për ta hetuar zhdukjen e tij, rrëmbimin e tij, sepse nuk ishte një zhdukje normale, ishte një rrëmbim i vërtet, hapet që në momentin që punojësit e tij bëjnë atë denoncimin në polici, në momentin që ai rrëmbehet. Mendohet që ai të ketë ndruar jetë mbas ditës së 4 ose të 5 mbas rrëmbimit. Ndërkohë familja e Remzi Hoxhës ishte e tmerruar, ishte e dëshpëruar, kërkon në të gjitha mënyrat të zbulojë të vërtetën. Arrin edhe të sigurojë takime me krerë të shtetit, me njerëz, me influencë, me familjar, siç ishte vjerri i Sali Berishës. Pikërisht ky person i thot diçka që për mua është shumë e çuditshme, se si mund ta ketë një informacion të tillë. Sepse i thot Remziu është mirë, i thot. Ju vazhdoni jetën tuaj se Remziu është mirë. Like, ç'lidhje kishte ky person me një informacion të tillë, nuk e di. Prokurori i çështjes që e merr përsipër çështjen e Remzi Hoxhës tregon se sa e vështirë ka qenë që të gjenin prova apo çdo gjë, domethënë ka qenë shumë e vështirë sepse sigurisht që shiku nuk ishte mbajtur asnjë lloj dokumenti. Disa thonë sepse në fakt kjo çështje nuk i përkiste shikut, kishte qenë diçka personale e politikanëve dhe shiku është përdorur thjesht si vegël për ta eliminuar, por që teknikisht nuk kishte të bënte fare me shikun si institucion. Prandaj mendohet që shiku nuk ka pasur dokumenta, por edhe nëse ka pasur, i ka shkatruar me siguri. Sepse nuk kishte asnjë arsye që justifikonte eliminimin e Remzi Hoxhës, nuk kishte prova të vërteta. E mbani mend që ju thash që punojësja e Remzi Hoxhës kur shkon të denoncoj, tregon edhe që kishte mbajtur shënim targën tër 24-49C. Po kjo mbetet në fakt e vetmja provë që e lidh shikun me
ngjarjen dhe me zhdukjen e Remzi Hoxhës, sepse deri në këtë pikë dikush mund thonte edhe nga e dini ju që ka qenë shiku, nga e dini që nuk kanë qenë kriminal që mund ta kenë rrëmbyer. Duke përdorur këtë targ, prokuroria bën një kërkesë në shtet që të kuptojë se kujt i përket targa, por nuk marrin kurrë një përgjigje. Pra imagjinoni të mos si kthejnë përgjigje prokurorisë, që është një institucion i rëndësishëm. Me sa di unë kanë dhe për detyrë që ta bëjnë një gjë të tillë, por nuk e bëjnë. Zbulohet më vonë që shoferi që ka qenë atë ditë është kërcënuar dhe i është kërkuar që t'i ndrojë targat e makinës. Në këtë moment, në fakt, ngjarja arkivohet, por i hapen hetimet në 96-ën dhe këtë herë prokuroria arrin të sigurojë një faturë që këtë targ ishte bler nga Shik. Sipas gazetetes, në fakt, kjo nuk është një provë, sepse në atë kohë njerëzit arrinin të falsifikonin targat, kështu që mundet shumë mirë që kjo targa të ketë qenë e falsifikuar. Se pikërisht të njëjtën targ që ka bler edhe Shiku, unë nuk e di këtë, por ai kështu e ka justifikuar këtë gjë. Në 97-ën prokuroria, duke mos pasur asnjë lloj ndihme nga askush, sepse Shiku nuk i jepte asnjë lloj informacioni, të gjitha institucionet e tjera sigurisht që i kthyen shpinën, detyrohet që të arkivohet çështjen. Megjithatë, disa muaj përpara se të arkivohet çështja për herë të dytë tashmë, ndodh diçka e çuditshme. Diçka që në fakt do pengonte akoma më shumë zbardhjen e kësaj ngjarje, sepse një nga 3 personat që mendohet të kishte atë videon e famshme që dëshmonte se Berisha ishte takuar me Miloševićin në Ohër, ndron jetë, ose më saktë vritet në një mënyrë shumë tragjike në apartamentin e tij në Tiranë. Për vrasjen e Aliukës akuzohet kushëriri i tij, që edhe e gjen të vrarë atë mëngjes, por do diçka e çuditshme sepse arrestohet dhe gjykata vendos që ky person nuk është i aftë për të përballuar një proces gjyqësor. Kështu që e çojnë në psikiatri, por nga aty ai arratiset, shkon në Zvicër, ku akoma jeton dhe sot. Sipas ish kryeministrit Hashim Thaçi, në fakt kjo gjë ka ndodhur me urdhër të Sali Berishës. E keni vënë re që në shumë raste të kësaj periudhe emri i Sali Berishës është kudo. Siç u thash, dosja u arkivua për herë të dytë në 97-ën dhe për vite nuk ndodh asgjë. Sigurisht që familjarët vazhdojnë të ngulin këmbë dhe fatmirësisht në 2003-shin rihapet prap dosja. Dhe kjo gjë fillon të lëviz pak ujërat sepse Kristopulli merr guximin dhe bën denoncimin në polici duke treguar emrat e atyre që e kishin rrëmbyer. Më 20 treshit, të gjithë personat përveç Ilir Kumbaros që ishte arratisur nga Shqipëria, vjen në pranga nga policia. Por vetëm një vit më pas, në 2004, pushohen akuzat për këta persona. Lirohen të gjithë, madje njëri prej tyre, Avni Koldashi, merr dëmshpërblim. Çështja rihapet edhe një herë në 2006, por i kalon prokurorisë së krimeve të rënda. Personat që ishin akuzuar herën e parë akuzohen edhe një herë tjetër dhe dosja i besohet një prokurori që njihej që ishte shumë i aftë dhe i pa korruptueshëm në atë kohë. Xhevat Hana, i cili në fakt arrin të shtinë në dorë një provë të re duke kryqëzuar të gjitha dëshmitë dhe arrin kështu që të formulojë si thua itinerarin se si ishin kryer të tjerë rrëmbimet. Ai arrin të shtinë në dorë edhe faturat e shërbimeve, dietat, pra ato parat që i jepeshin këtyre personave që punonin tek Shiku për shërbimet që kryenin në të gjitha zonat e Shqipërisë. Dhe këto gjëra që janë duhet të ishin transparente dhe duhet të ishin dhënë prokurorit të mëparshëm që, siç ju thash në fillim, nuk janë dhënë. Pra Shiku refuzonte të kthente përgjigje, por Hanës nuk i thon dot jo dhe i detyron t'ia japin këto informacione. Dhe mbas këtyre informacioneve ishte e qartë që dëshmia e Kristopullit ishte vërtet. Siç u thash unë, të 4 personat që kishte përmendur Kristopulli akuzohen zyrtarisht në këtë pikë, por Ilir Kumbaro nuk ishte fare në Shqipëri, ishte akoma në Arati.
Ai ishte arratisur në Angli, kishte kërkuar azil politik duke u shfaqur si shqiptar i Kosovës. E kuptoni çfarë ironie? Gjatë kësaj periudhe largohet edhe Bashkim Gazidete nga Shqipëria. Dhe jo vetëm, edhe disa zyrtar të tjerë të lartë të shikut. Pra, duhet sigur në këtë pikë që po fillonin të dilnin pa disa detaje të tjera, këta njerëz kanë frikë se mos ju del prap emri. Ndryshe unë nuk e shpjegoj dot se pse duhet të ikësh nga shteti yt kur ke shërbyer për kaq vite dhe ke bërë një punë goxha të rëndësishme, të largohesh kështu sa hape mbyll syt. Momenti që këta vendosin të largohen është shumë i dyshimt. Një nga të akuzuarit, Budeon Meçe, deklarohet nga mjekët si i paaft mendërisht për të përballuar procesin gjyqësor. Fatkeqësisht Meçe ka ndruar jetë në 2016 dhe edhe sikur, dikush të donte tashmë ta rihapte rastin dhe të kërkonte diçka, ndonjë detaj nga ai, nuk do ishte më në gjendje ta bënte sepse ai nuk jeton më. Ky person e mori sekretin me vete në varr. Mbetet vetëm një person që mundet të tregojë të vërtetën. Dhe ai është Ilir Kumbaro. Shpresa e fundit për familjen e Remzi Hoxhës për të gjetur pak paqe, për të pasur më në fund eshtrat e familjarit të tyre dhe pse jo për të vënë para drejtësisë të gjithë njerëzit që ishin përgjegjës për një gjë të tillë. Por policia angleze arrin të bjerë në gjurmët e tij, pavarësisht se ai atje ishte regjistruar si një person tjetër, dhe kështu edhe i prezantohet kur ata shkojnë të trokasin tek shtëpia. Ata e dinë sepse kishin marrë informacione nga policia shqiptare dhe ai nga që kërkoi nga Interpoli, në fakt, nuk është se ishte thjesht policia shqiptare që e kërkonte, pra po kërkoi ndërkombëtarisht dhe ata e dinin tashmë që ishte ai. Një fun fact me emrin Shaqja Shatri, me origjinë nga Prizreni, Kosovës, dhe kishte jetuar me këtë identitet për vite me radhë. Por Shaqja Shatri nuk është një emër fantazie, pra ky dokument ishte real, veç se ishte vjedhur në Tiranë që në vitin 94. Por jo vetëm prokuroria, edhe gazetarë kanë tentuar t'i afrohen Kumbaros, por njëri prej tyre është kërcënuar nga vetë djali i tij, që i ka ndaluar me makinë te këmbët dhe i ka thonë ti nuk e ke gjatë. Tentohet që të kryen ekstradime nga Anglia, por nuk e arrin dot kurrë. Kishte pengesa nga të gjitha mënyrat, edhe nga vetë Ministritë Shqiptare. Në një farë pike vendoset që kërkesa për ekstradim tashmë ka skaduar, është e vjetruar dhe në këtë mënyrë Kumbaro lirohet nga burgu. Edhe pasi vjen kërkesa e dytë nga Shqipëria për ekstradim, prap avokati i tij del gjykatësit përpara në Angli dhe i thotë, nga ta dim ne që edhe kjo kërkesa nuk është e gabuar, nuk është e vjetruar. Për fajin e organeve shtetërore në Shqipëri, klienti im ka qëndruar për 13 muaj në burg pa arsye, kështu që është absurde që ju akoma tentoni që ta ekstradoni. Me pak fjalë, thjesht po mundohej si që të shkaktonte vonesa që të mos ekstradohej, që të fitonte kohë me pak fjalë. Në 2012, ku supozohet të ishte edhe seanca fundit dhe mbas kësaj ishte vendosur që Kumbaro do ekstradohej drejt Shqipërisë, Kumbaro zhduket. Nuk ka asnjë gjurmë. Akoma sot e kësaj dite nuk është gjetur, ose më saktë nuk është arritur të arrestohet. Ai është në të 70 tashmë. Domethënë se edhe sikur të arrestohet, i bie që të kaloj pjesën e mbetur të jetës në burg. Por është e çuditshme sepse ka pasur dëshmi aty këtu që e kam parë, jo po në periferit Londrës, jo po në një vend tjetër duke bërë pazar me gruan dhe në një supermarket. Domethënë ka dëshmi gjithandej, por policia nuk arrin dot ta gjej. Është çike çuditshme. Dhe sigurt mos mjaftonin gjitha këto. Xhevat Hana, i vetmi, prokurori vetëm që kishte arritur të bënte diçka, kishte luftuar me mënyrën e tij për të vënë drejtësi, fillon të sulmohet. Është shumë ironike se si i vetmi person që kishte tentuar të bënte diçka të mirë, shpërblet në këtë mënyrë. Ata fillojnë të marrin kërcënime, pra ai dhe familja e tij. Vajza e tij hiqet nga puna pa arsye. Ironia e fatit e do që Xhevat Hana të sëmurret nga një sëmundje shumë e rëndë dhe të gjitha, institucionet, shteti vet
i mbyll derën në fytyrë. Nuk jep asnjë lloj ndihme, sepse ai nuk e kishte mundësitë ekonomike që të kurohej jashtë shtetit dhe mendoi që po të çojë jashtë shtetit, ai mund të shpëtonte. Dhe fakti që ai nuk kishte mundësi ekonomike që të shkonte jashtë shtetit ju tregon juve se çfarë lloj njeriu ishte, se çfarë domethënë se në cilën anë ishte. Me siguri një person i ndershëm, sepse po të mos ishte i ndershëm, do i kishte gjetur ato parat, do i kishte pasur ato parat. Një gjë që bë përshtypje është diçka që tregohet nga dëshmitarët që shikonin në momentin kur ata hynin në gjykat. Xhevat Hana hynte në gjykat me dosjet që mezi mbante në dorë, sepse aq të mëdha ishin me prova kundër këtyre personave dhe të akuzuarit shoqëroheshin nga eskorta, pra nga bodyguard dhe makina të shtrenjta. Familja kërkoi nga Ministria e Shëndetësisë që ta transferonin në Itali për kurim dhe nuk morën kurrë një përgjigje. Shuma që kërkohej për këtë gjë ishte rreth 20.000 euro. Shteti shqiptar për 20.000 euro, që për ne është shumë sigurisht, po për shtetin nuk janë shumë, duke marrë parasysh se sa shumë kishte dhënë nga ana tjetër për të mbyllur çështjen e Remzi Hoxhës, nuk jepen për Hanën dhe familja e tij me shumë sakrificë dhe me shumë vështirësi më në fund arrin të sigurojë këto lek, arrin që ta dërgojnë në Itali. Por gjendja e tij rëndohet shumë shpejt dhe në janar të vitit 2012 ai ndron jetë. Ndoshta ka ndikuar edhe tek gjendja e tij e shëndetit mendor, zhgënjimi që ka pësuar nga institucionet që kishte punësuar, nga shteti të cilit ai kishte shërbyer gjithë këto vite. Edhe këtu nuk munguan teoritë që kjo gjë mund të ishte shkaktuar me dashje, për të marrë hak, për të mbyllur gojën, për të fshehur të vërtetën. Mendohet që të jenë 9 veta që janë marrë me këtë histori ose kanë pasur një lloj lidhje me këtë histori që kanë gjetur vdekjen në mënyrë të mistershme. Mes tyre ju rikujtoj Ali Uka, që u gjeti masakruar në banesë, dhe Azem Hajdari, që ndoshta jo vetëm për këtë çështje, por nuk do të çuditesha që sikur vrasja e tij të kishte qenë edhe për këtë çështje. Kishte ndodhur edhe për të mbuluar këtë çështje. Mbas Hanës, çështja u mor përsipër nga një prokurore tjetër, e cila kërkon pafajësi për Koldashin dhe Sevgjinin. Pra 2 nga personat më të implikuar në këtë çështje. Gjykata në këtë moment në fakt thot prokurores që është e pamundur që ti të tërhiqesh nga ajo çfarë ishte vendosur deri në atë moment. Ishte një moment që nuk i lejohej asaj të tërhiqej. Por ajo bënte një tentativë tjetër, domethënë ndryshon akuzën nga tortura me pasoja të rënda në thjesht tortura. Pra, mua më duket e çuditshme që një prokurore të bëj kështu lloj lojrash. Nuk e di. Mua më duket vërtet shumë e çuditshme. Dhe në një nga këto lojra mbas lojrave, Koldashi dhe Sevgjini arrin të shpëtojnë burgut. Me pak fjalë, gjykata ka shpallur të pafajshëm këta 2 persona dhe i vetmi që është dënuar është narrati. Pra, nuk sot që ne po flasim në burg për çështjen e Remzi Hoxhës nuk është askush. Dhe akoma trupi i tij nuk është gjetur. Dhe me këtë zhgënjim të madh, le ta mbyllim këtu episodin e sotëm të Mysteryland. Mua sinqerisht më vjen shumë keq. Unë jam një person që nuk e duroj dot padrejtësi, nuk e duroj dot kur njerëzit bëjnë kështu lojrash që ti shpëtojnë burgut. Dhe ajo që më preku më shumë është edhe historia e prokurorit Hana, që domethënë i vetmi që tentoi të bëjë diçka u la në baltë. Unë ju përshëndes, ju falenderoj për vëmendjen dhe do të ritakohemi në herën e ardhshme. Nuk e kam idenë se kur do të sjell një histori tjetër. Mos harroni që ta mbështesni këtë projektin tim si në Spotify, ashtu edhe në YouTube, dhe ne do të ritakohemi herës tjetër. Ciao.